Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot dua të ndaj me ju ëmbëlsirën e pasdites që shoqëruam në kafen. Është ëmbëlsirë e shëndetshme, e ëmbël, pa sheqer të shtuar, e shëndetshme dhe që do ju mbaj të ngopur për gjatë dhe mbi të gjitha ka shije dhe aromë fantastike. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Ju duhet një banane të cilën do ta shtypim kështu. Unë e kam vendosur përbërësit me një herë në tavë. Tava është e vogël për 2 persona. Pasi e kemi shtypur bananën kështu, dështojmë një vezë, 200 gram kos dhe 5 lugë tërshër. Unë kam zgjedhur një lugë çaji me kanellë, një maj luge pluhur fryrës dhe çokoladë e zezë. Nëse nuk e dëshironi apo nuk ju gjendet, mund ta zëvendësoni me fruta të thata si arra, bajame, por çokolada e zezë është e shëndetshme dhe në sasi të vogla nuk bën asnjëherë keq. Masën e përzihem shumë mirë kështu si duket në video derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme. Nga banania që kemi prerë, unë kam ruajtur disa feta për në fund dhe i kam vendosur në sipërfaqe, ja kështu, dhe kam shtuar dhe disa kokra çokolade. E kam pjekur në 200 gradë për rreth 30-35 minuta, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Nëse keni fritezë me ajër, mund ta piqni atë në 150 gradë për 25 minuta. E shërbejmë me mjaltë të mirë. Nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Dhe është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndihni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit.